Këto pamje na shpihen për pak minuta mes fëmijëve shqiptar që mësojnë gjuhën anëtare në njërin nga 6 klasat e sponsorizuara prej qeverisë së provincës së Ontarios. Jemi në shkollën fillore Portage Trail, që ndodhet paksa më në veri të kryqëzimit Jane dhe Weston. Këtu japin mësim mësuesit Polina Muça dhe Astrid Demaliaj, të ndihmuar vullnetarisht edhe nga Mine Omeri, e vendosur në Kanada nga Maqedonia që prej vitit 1960. Intervistat që u morën mësuesve, disa prindërve si dhe fëmijëve, do të na njohin me këtë folet të gjuhës shqipe, ku rritet shpresa për një brez të ri që do ditë të krijojë një identitet të qëndrueshëm shqiptar. Pra, dhe lidhje të shëndetshme me grupin etnik të cilit I përket, ku vendin qendror e zë familja. Jam mësuese në klasën shqipe këtu në Portage Trail Public School. Këtu kemi 2 klasa të ndara bazuar në moshën e nxënësve, kemi kindergarten deri në klasë të 3 dhe pastaj kemi klasë të 4 deri në klasë të 8. Programi është vetëm mësim gjuhe, nuk përmban matematikë dhe lëndë të tjera, bazuar në mësimin e shkronjave, leximin, tregimin. Pashë juve jeni marrë me fëmijët edhe në mësimin e këngës. Kjo është pjesë e programit apo është shfaqja që organizonin fund vitit? Jo, kjo është pjesë e programit dhe duke menduar që fëmijët I pëlqejnë këngët, muzikën, nëpërmjet tyre ne shfrytëzojmë këto për të mësuar fjalë të reja, për të mësuar fjali, njëkohësisht nëpërmjet këngëve dhe ato lidhen më shumë me njëri tjetrin, ne këtu bëjmë edhe lojra të ndryshme, gjithashtu fëmijët edhe nëpërmjet këtyre lidhen me njëri tjetrin dhe këtu është krijuar një miqësire jo vetëm midis fëmijëve, por edhe midis prindërve, gjë që është shumë e mirë për forcimin e komunitetit tonë si komuniteti I ri këtu në Kanada. Astrid, ju jeni, si të thuash, një veteran në thonjza I klasave shqipe në Toronto. Prej sa kohësh merreni me këtë punë? Kam filluar në vjeshtën e 2002-shit dhe kam qenë në education leave për këtë periudhë që po bëja programin e mësuesisë në Teachers College dhe jam përsëri I kënaqur të vim edhe një herë në klasën shqipe. Po juve ku e keni klasën tuaj në zonë të Torontos? Tani kjo është klasa ime nga kopshti gjën në klasën e 3, njëra nga këto 2 klasat në Portage Trail. Pra këtu në Portage Trail janë 2 klasa shqipe. Janë 2 klasat, ndara në 2 grupe. Klasa ime është nga kopshti gjën në klasën e 3 dhe Polina Muça ka nga klasa e 4 gjën në 8. Manu shaqe vogël, lule zona fera, lamëron gjithë botën se erdhi pranvera. Manu shaqe vogël, unë të dua shumë. Mos e ullë ti kokën, mos e tram ka ullë. Manu shaqe bukur, mos u dritë në therë. Svi për të këputur, vi për të marrë. Çfarë sfidash ka kjo punë? Çfarë vështirësisë hasni ju? Mbështetja nga prindrit ka qenë shumë e mirë, po vështirësitë që kemi është se fëmijët nuk flasin shqip në shtëpi, kështu që me 2 orë gjysmë në javë është pak e vështirë që të mësosh. Megjithatë kur prindrit shohin përparimin e fëmijës, janë më të angazhuar që t'i sjellin dhe na mbështesin vazhdimisht, por përsëri është një problem sepse nuk flasin shqip në familje, kështu që gjuha shqipe për këtë është gjuhë e dytë. Duhet fillojnë te familja dhe përgjithësi duhet I mbajmë ne në fillim. Duhet që ta ushtrojmë sa më shumë gjuhën në shtëpi, gjë që nuk e bëjmë 100% për arsye të ndryshme që edhe dihen fëmijët kanë ardhur shumë të vegjël, jemi shumë të zënë, anglishtja dominon kudo por kjo nuk do të thonë që ne nuk duhet për me e ushtru gjuhën. Pra duhet më shumë me ushtru ne kujdes në familje, pastaj vjen pjesa tjetër jashtë familjes. Unë do të kisha dashur më shumë orë, me thënë drejtën, jo vetëm një herë në javë, mundësi do të ishin kënë më të mira, apo sikur ne të kishim sjell paktën 2-3 herë në javë, por duhet të kënaqemi me sa mundësi që kemi. Si ke emrin ti? Sara. Po mbi emrin? Kokthi. Okej, po ti si ke emrin? Kevin. Ti je vllai I Sarës? Po. Sa vjeç je ti, Kevin? 6. Si ke emrin ti çon? Bikim. Bikim, sa vjeç je? Unë jam 8 vjeç. 9 vjeç. 9 vjeç. Ti je prej Shkodra apo prej Kosovë? Shkodra. Prej Shkodre? Po. Ku ke lindur ti? Në Kanada apo në Shqipëri? Unë kam lindur te Shqipëri. Në Shqipëri. Sa vjeç ke ardhur në Kanada? Për 3 vjeç. 3 vjeç, e? Okej. Si ke emrin ti çon? Joanna. Sa vjeç je? 9. Po ti? Si ke emrin? Delaney. Vjeç? Sa vjeç? 8. Po ti? Ilda. Sa vjeç? 8. Jessica. Jessica? Sa vjeç je ti, Jessica? 8. Ku ke lindur ti? Në Toronto? Po
Në Toronto. Toronto. Në Greqi. Kush vjen këtu nga një prej tuaj? Vjen Adriani dhe Edmoni. Janë 2 djemt e djalit? Të djalit tim. Djali juaj ku ka lindur? Ka lindur këtu në Kanada. Kur keni ardhur ju vetë në Kanada? Kam ardhur në 66 në Kanada. 1966. Dhe përpiqeni që edhe nipërve të mësoni shqip. Dëshira ime ka qenë për gjuhën shqipe me kohë që nuk duhet të harrojmë gjuhën tonë të nenës. Po ti si e ke emrin? Adrian. Sa vjeç je ti? 8. Si ka emrin gjyshi jot? Bredi. Bedri. Bravo. Juve si mësuese e gjuhës shqipe, çfarë ju gëzon më shumë? Fëmijët që përparojnë apo që shoqërohen me njëri tjetrin, kush është rezultati më i dukshëm që juve ju bën të kënaqur me punën tuaj? Mund të them se të dyja bashkë. Përparimi i fëmijëve në gjuhën shqipe është kryesorja, edhe është gjuha të dish një gjuhë të huaj është pasuri, por se të dish gjuhën tënde anëtare është njëkohësisht edhe krenari. Kto mund të ndihen vërtet shqiptar kanadez këtu në Toronto. Gjuha i ndihmon ato të flasin, të kuptojnë prindit e tyre në shtëpi, të komunikojnë me gjyshit, me gjyshet, me kushërinjtë e tyre, me njerëzit e tyre, edhe pse është e vështirë, pasi prindërit vetë këtu janë të zënë, shumica e këtyre e prindërve përsëri shkojnë nëpër shkolla, punojnë me turne, po megjithatë kur njeriu do e gjen mundësinë edhe e gjen kohën për të punuar me fëmijën dhe njëkohësisht për t'i sjellë këta fëmijë në shkollat shqipe. Desha dhe të falenderoja këtu për kushtimin e madh që kanë dhënë disa mësues të shqipes këtu, zonjën Polina, zotin Astrid, zonjën Nika. Ne kemi në fakt rreth 3 vjet që po i sjellim fëmijë këtu dhe jemi shumë të kënaqur dhe shikojmë dhe fëmijët tanë që janë tepër të kënaqur duke luajtur me moshallarët e tyre, duke folur shqip, duke kënduar shqip. Edhe e shikojmë tani që edhe vetë fëmijët edhe ne në shtëpi kur komunikojmë duan ata që të flasin shqip. Kjo është gjë e madhe që edhe gjë e rëndësishme që ne jemi përpjekur në vite të shikojmë. Me këtë rast unë doja të falenderoj edhe Toronto District School Board që krijoi mundësinë për hapjen, financimin dhe funksionimin e këtyre shkollave. Siç e shikoni, ato na vënë në dispozicion shkollat shtetërore, klasat e tyre, na ndihmojnë me disa materiale në kuptimin letra fletore, lapsa, crayons, markers e tjera. Por se materialet e tjera i kemi siguruar vetë, gjitha ato i kemi përgatitur vetë, ose librat e të gjitha. Mund të them që librat që ne përdorim janë bashkëkohore, janë librat që aktualisht përdoren sot në Shqipëri në shkollat shqipe. Kështu që ajo që kërkojnë nga prindit është vetëm që të krijojnë mundësinë të sjellin fëmijët në shkollën shqipe, në zonat që kanë afër shtëpive të tyre. Shkolla jonë aktualisht ndodhet që mund ta shihni edhe këtu në Portage Trail Public School, që është pranë Jane and Western Road. Shumë faleminderit dhe suksese. Ju falenderoj dhe juve për pjesëmarrjen sot.